Kryeministri Hristijan Mickoski nuk deshi ta komentojë deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić se kisha serbe është e njëjtë në Shkup dhe në një sër qytetesh të tjera në botë. Një komunikim I tillë tha Mickoski I përket diçkaje nga shekulli I kaluar. За мене лично Македонската православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прима представува. Për mua personalisht, Kisha Ortodokse Maqedonase Arkiepishkëpia e Ohrit është diçka që përbën pjesën më të ndritur të identitetit ortodoks Maqedonas. Natyrisht kemi edhe Maqedonas që janë të besimeve të tjera, por si shtyllë e identitetit Maqedonas, Kisha Ortodokse Maqedonase është diçka mbi gjithçka tjetër, të paktën për mua si njeri. Një deklaratë e tillë as nuk e kam ndërmend ta komentoj, as që do të doja të hyja në çfarëdo komunikimi të përditshëm me shpërthime të diçkaje që I përket më shumë shekullit të kaluar se sa shekullit 21. Ndërkohë janë komentuar edhe zhvillime tjera në vend. Më shumë se 10 persona janë thirrur për bisedë në MPB lidhur me rastin e mesazheve se uji në Shkup është I ndotur, deklaroi sot kryeministri Hristijan Mickoski, duke vlerësuar se bëhet fjalë për përpjekje për të krijuar shqetësim dhe pasiguri te qytetarët si një sulm hibrid. Mickoski tha se bëhet fjalë për qendra që krijojnë histeri në rrjete sociale, duke akuzuar se pas tyre qëndrojnë partitë opozitare. И јас се надевам дека со новите измени во кривичниот законник ќе има и Shpresoj që me ndryshimet e reja në kodin penal të ketë edhe dispozita ndëshkuese për persona të tillë që me vetdije krijojnë histeri, përkatësisht kryen një lloj sulmi hibrid duke krijuar ndjenjë shqetësimi dhe frike te qytetarët. Por ajo që më shqetëson veçanërisht është se mendoj se këtu ka edhe përpjekje të tjera, më shumë komerciale sepse brenda një dite, pa pritur një pjesë e madhe e marketeve I zbrazën rezervat dhe sasitë e ujit të ambalazhuar. Nuk isha vetëm në Bruksel, tha kryeministri Hristijan Mickoski, duke shtuar se kishte munguar nga Maqedonia për rreth një javë pasi ishte në një udhtim që sipas tij është pjesë e edukimit që ka me djemtë e tij, një herë në vit të vizitojnë nga një qytet evropian. Më saktësisht, kryeministri tha se kishte qëndruar 4 ditë në qytetin e Brizhit, duke treguar në detaje se cilat vende kishte vizituar dhe çfarë kishte parë. Por Mickoski tha gjithashtu se 3 ditë kishte qëndruar në Bruksel, ku kishte zhvilluar takime me investitorë. Ndryshe, kryeministri Mickoski nuk ishte në Maqedoninë e Veriut në kohën kur vendi shënoi 25 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit.